Rianit, faleminderit për mundësinë, faleminderit për kohën që ke gjetur për mua, që të zhvilloj një bisedë sa më produktive dhe sa më motivuese për audiencën time dhe për gjithë shqiptarët cilët do ta shohin këtë podcast në një mënyrë. Unë për ty si kryetar komune në këtë moshë kam dëgjuar nga një klient gjerman. Edhe aty më ka lind dëshira që takoj edhe bisedojmë për rrugtimin tënd, për suksesin tënd. Edhe rastësisht jemi takuar pas disa muajve në Kosovë. Pyetja ime është, a beson në rastësi, apo mendon se suksesi yt dhe tani këtu ku je është punë e palodhshme e jotja, apo një vizion i fëmijërisë që ke pas si fëmijë? Spari faleminderit që ke ardhur edhe pambar parasysh a është rastësi, a është punë. Më vjen shumë mirë që ke ardhur më vizitu këtu në komunë, në Mobach, edhe shpresoj që vjen edhe një herë në këtë komunë. Unë për vete jam e ndi veten krenar që ka mujt mi bo krenar prindë e mi. Mirë po, unë vetë di që shumë punë ka vy për më ardhë deri këtë pozicion, edhe rasia të ndihmon, ama baza është puna, kështu që është një kombinim. Vërtet. Kur përmend fëmijërinë tënde, si ka qenë ajo dhe çfarë ndikimi ka pasur familja jote në rrugtimin tënd? Mas pare, unë kur kom lind në 93 dhe Mitrovic, prindë mi kanë vendosë 94-ën me lëshu venin, me ardhë për Gjermani, se që shënë ardhë shumë prindë me fëmijët e vetë, edhe ata do me thonë e kanë pas një qëllim, me pas një jetë më të mirë, me pas një perspektiv më të mirë, mirë po mos me hup kur identitetin kosovar, shqiptar që jam. Prindë mi më kanë mundësu më rritë në Gjermani, më shkollu në Gjermani edhe më kanë motivu tepër me pas një jetë më të mirë se ata që që kanë. Edhe kam pas besimin ndaj mundësive që janë këtu në Gjermani, kështu që prindë më kanë orientu shumë, edhe më kanë dhonë këshilla, mirë po edhe shkolla e interesimi i banë senet e veta. Kom pas shoqni në shnosh, kom pas shokët edhe shoqen nga të veti që më kanë nimu, më kanë orientu edhe më kanë përpra, kështu që krej këtu kanë ndiku në rrugën tëmë. T'lumt, edhe nuk është që veç prind ki bo krenar, mirë po edhe një krejt shqiptarëve në Gjermani, në Kosovë. Mendoj që krejt shqiptarët janë krenar me ty, për arsye se qysh e ceka dhe në fillim në këtë moshë t'jesh kryetar komune i një, ose kryetar bashkie, qysh thuhet në gjuhën shqipe, edhe i pari në landin e Rheinland-Pfalzit, edhe nuk se di sa jam informu edhe i pari në Gjermani. Edhe në këtë moshë, kështu që na ke bërë gjithve krenar, jo vetëm prindet tu. Kisha pas dëshirë me të di se ti si shqiptar ose si i ri, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha cilat e ki pas ti gjatë rrugtimit tonë, gjatë shkollimit, deri te rrugtimi yt, te qëllimi yt, deri kur ke arrit këtë pozicion? Mirë, sfidat janë konë ndryshme. Më konë mas pari që në Gjermani jam konë i uj, po mirë po edhe në Kosovë jam konë Gjerman. Kështu që kur dalëshim për shembull atje në Kosovë me lu, me klikera kena lu si fëmi, ma bëjshin Gjermani s'pëtin. Në Gjermani ma bëjshin Auslanderi s'pëtin, shqiptar, kështu që as atje as kënej të qysh si dikush që është i akceptu plotësisht. Edhe kam vrej që edhe në Kosovë kur shkoj, njerëzit e vrejnë me njëherë, nëse je i jashtit, a nëse si je, pa folë senë, do me thonë, veç qysh veshësh, a qysh prezentohesh. Ose më falë, mendon që për shkak gjuhës, që na ndoshta pak e flasim pak më ndryshe? Po për shkak gjuhës, po mirë, po edhe pa folë asë një fjallë, do me thonë njerëzit e vrejnë që je i jashtit. Kështu që në Gjermani edhe dyshohesh
prej Gjermonit, normal, edhe këto koha ka ndryshu pak, është gjo normale me konë 25% e popullsisë ka një preardhjen prej dikuj tjetër. Po sfidat janë me kry shkollë, sfidat janë me gjetë një punë të mirë, sfidat janë edhe me konë i lumtur me vetë-vetën. Kështu që kur të është ka njëherë edhe shumë personale, kjo a je i lumtur me vetë-veti, kjo vjen prej shtëpisë. Kjo vjen prej shtëpisë, do me thonë edukatës. A ki vlerë si person, a ki vlerë veç nëse punon, a ki vlerë veç nëse shkon në mes kulturës, në mes identitetit. Këto janë shumë pikpyetje që për menimin tim i kanë dorë prindët ndaj fëmijëve të vet, po mirë po edhe kur rritesh, do me thonë, a ki një rjetë të mirë që nosh me shoqni, që të akceptojnë, që të nimojnë, që të përkrajnë, po mirë po edhe që të përkrajnë nëse ka njerë nuk ki sukses. Se vetë herë njeri nuk ka sukses, njerë ka sukses. Kështu që kre këta që janë bo për një natë sukseshëm, kanë dasht me pas 1000 ditë punë për me konë për një natë sukseshëm. Në vërtet. Do më thonë ti këtë sfiden qenurit shqiptar edhe qenurit jo gjerman, ti nuk e ki pasi dobësi, mirë po e ki shfryzu në atë mënyrën tone, do më thonë e ki pasi forcë, edhe kjo midis di kulturave, do më thonë, për arsye se ne si popull kemi vlera shumë të mëdhaja dhe jemi një popull që adaptohemi, socializohemi shumë lehtë, edhe pse ti ke ardhur shumë i vogël në Gjermani, mirë po prap, si që the edhe vetë, ke qenë i edukuar me vlera shqiptare, autoktone. Edhe, do më thonë, këto vlera ti i ki përdor, i ki kombinu, thëmë ma mirë, i ki kombinu edhe me kulturën, edhe me vlerat e popullit gjerman, për arsye se edhe këta ka vlera shumë të mëdhaja si popull. Do më thonë, ti ke ditë me ta bësh kombinimin e këtyre dy vlerave, midis dy kulturave, edhe je këtu ku je, do më thonë, moshën një moshë shumë të re, 32 vjetë. Po, natyrisht, unë për menimin tem jam shumë i bekum. Jam shumë i bekum që moj me thonë në Gjermani jam shpe, jam shumë i bekum që moj me thonë në Kosovë jam shpe. Se për shembull, Gjermani e ka vetëm Gjermani. Ai që rritet në Kosovë e ka vetëm Kosovën. Kurse unë për vete moj me thonë, unë jam shpe si në Gjermani si në Kosovë. Kjo është një plus. Për menimin tem edhe mi fol prej fillimit dy gjuhë, është një sen i mirë. Se unë moj mu kualifiku edhe për shembull si mu angazhu si në Kosovë, si në Gjermani, këto janë edukat. Kjo është edukat. Çdo gjuhë me mësu është edukat. Është edukat me pas kontakte të mira me dy kulturë. Është edukat e mirë me pa qysh jetojnë këta, qysh jetojnë ata, me mësu, me marë edhe me këshyr qa mundet njeri me gjetë të mirë për çdo kulturës që ka botë. Edhe unë po menoj për menimin tem që qysh jam rrit unë në Kosovë, në Gjermani, në Francë, në Angli, kudo që janë dalë shqiptarët, ata janë një kapital i fort Kosovës, edhe Kosova po din edhe mi prit. Po din mi prit me regatën, po din mi prit këtë se pse. Se unë po thëmë, unë kisha mujt me shku edhe në pushim në Itali, në Spani ku dush. Po, apet, kur shkoj në Kosovë, e ndi vetën si pushim, si venin tem, edhe që kur s'jom rrit atje, po e ndi si venin tem, se po na presin mirë. E kjo do të me majtë qitë kulturë mikpritësje, se kjo është një shembull pse shqiptarët janë të nemën në krejt botë. E vërtet, mirë po, ti si gjenerata dytë, mendon që jo vlerën, po meritën, e kanë prindët tu, cilët kanë qu për pushimin në Kosovë, ta kanë epat emocionin, do më thënë, ta kanë përcjellat ndjenjën e përkatësisë, ndjenjën e identitetit, pavarësisht asaj që, do më thonë, Kosova tash si shtetë edhe po na ka prit gjithmonë mirë neve diasporën dhe falë Zotit ne diaspora me Kosovën e vendet shqiptar se kemi një relacion shumë të mirë emocional. Mirë po, kur ti ke qenë më e ri, ka qenë edhe lufta, do më thonë sigurisht që nuk janë kon kushtet që diaspora mu prit që shpritet sot.
Qëllimi jam është dalë në pyetjen se a mendojnë që prind e ka një detyrim shumë të madh ndaj gjeneratës tretë, po dhe gjenerata tretë ndaj fëmijëve tëne, që ta ruajmë identitetin edhe ta ruajmë asimilimin. Domethënë, ti e the shumë mirë që kjo fillon në edukat, fillon në familje, edhe pse Kosova në pret mirë, Gjermania mirë, po baza, domethënë themeli, çka mendon, është familja. Edhe duhet që si mërgjimtar të punojmë në radhë parë për ruajtjen e identitetit edhe ruajtjen nga asimilimi. Po, për mendimin tim, kjo është baza. Që për shembull, këtu nisna për vetet. Unë kur jam qenë 6 vjeçar, parën herë kam pa gjyshen, edhe gjyshen në ona e babit. Parën herë kam pa çat herë kur i kam pas 6 vjet. Jena shku atë në aeroport në Shkop kena mri se Prishtina so kon qela, më në herë mas lufte. Edhe për mua ata janë këndo pleq, unë sin qofsha. Po prindët e mi më thoshin do të mi dashtë. Domethënë do të mi dashtë. Qysh mi dashtën e këta? Kur si kom pa dhe si një. Qysh po jetojnë këtë ndryshë se one si 6 vjeçar. Qysh i ka fëmit. Mirë po me kohë, mas kohë, prindët na mershin. Babe, mame, me vllon e madh, vllon e vogël na shkojshin mas pari në Shqipni, në Pllashën, dorës. Tanë që na kanë çuar në Olqin. Çdo vjet verës. Që thonë pushimet e verës janë për çdo fëmijë, në çdo botë janë diçka special, janë domethënë një aventurë të mirë, e ne na kanë çuar në Olqin. Po tani që pe Olqinit në Kosovë. E tani që ano, Mitrovica vështre për mendimin tim, atë. Kjo domethënë ka qenë një aventurë shumë e mirë, ka qenë një proces i identifikimit me vendin vet, ka qenë edhe një proces me njoftu për e tjertë, ku janë, pse unë mi gjallar, për shembull, i kam në Zvicër, i kam Gjermani, hallat në Kosovë, në Zvicër, mirëse edhe dajt në Angli, në Kosovë, shkepën. Si këtë shqiptar. Si këtë shqiptar. Ku i zatetëm, do më thonë, edhe ku muna me ditë që ku kam kushere, a ka kushere, është që atje në Kosovë, kur më lidhën krejt bashkë. E tani, kjo proces vazhdojt, shkon dhe më thonë që shëritët, mu për shembull më ka dek baba, kur i kom pas 16 vjetë, kur i na këthy prej Kosovës, mu këthy në Gjermani, kina bo ndeshje me kerë, aksident kina bo, edhe ka dek baba, dhe më thonë, që atë moment, pe 2 minutë, dhe zonë jom rrit pa babë. E atëre, dhe më thonë, kjo është edhe jo veç simbol, po kjo është edhe thjeshtësisht do më thonja e diasporës, që nëse del prej vendit vetë, ti edhe hupit qka. Po, çdo që hup njeri, ka fitim dikush tjetër. Ta shpenzojna është një shembull për mu, që mu më ka fitu Gjermania, që jam arë këto, që jam angazhu këto, që jam këtu në institucion, unë angazhuana në futbol si refer, si nën kryetar i federatës, e tash si kryetar i komunës në Gjermani. I partisë e krej këto janë, do më thonë, çdo gjë që hup dikush fiton edhe dikush tjetër. Po edhe në Kosovë ka mundësi më angazhu. Se mu në interesona për politikën në Kosovë. Se interesona, do më thonë, për kulturë kam qef me ditë. Prind që moshën tem 32 vjeçar që janë qëtash që e bojnë fëmi, ata e kanë mundësin me eduku fëmijën e vetë më rritë si shqiptar. Edhe ata që nuk kanë lindë në Kosovë dhe nuk kanë asnjë lidhje me Kosovë, e kanë rojën e Kosovës, e a mundën me rujt ajo, kjo më varet shumë edhe prej çfarë fitimi ka njeri taj, me majqat identitet. Në Gjermani është sfida që këto për shembull razizmi edhe nacionalizmi, do më thonë, ka pak përkraje për moment për situatën ekonomike që nuk është shumë e mirë. E kjo, do më thonë, mundet me ndodhë si tërës që shë ndalë moti para neve në Gjermani, që gjenerata e 3 e 4 janë nisën apet më nacionalizu, edhe me thonë na jena tërë që nas jena Gjermani. Edhe që baba e babës vetë janë rritë edhe janë linë në Gjermani. Kjo është një sfidë e madhe për mendimin tim, nacionalizmi është roja e çdo keq zhvillimit e çdo shtetit, po është një mënyrë me gjetë me pas identitet që nuk i tërhiq njerëzit, po që i afron njerëzit. Se urën e rrëzon për 1 orë, a e maron për 1 vjet. Kjo është esenca e kësaj sene. Lumt. Shumë përgjigje filozofike, sa që kisha qëndru në këtë
pikërisht në çështjen e identitetit. Ti si Arianit, si kryetar bashkie, në këtë moshë, me gjithë këtë bagazh që e the më herët, si e arrin ti me rujt identitetin, se ti je integruar plotësisht, domethënë shoqërinë gjermane. Ku është balanca? Qysh arrin me rujt balancin toni, që me rujt identitetin, domethënë që je edhe në Kosovë, çka e the më herët që ndihesh si në shtëpi, mirë po edhe në Gjermani. Është se për që ta dhe kom pru me vete kompasin, është thjeshtësisht është me pas njeri një mundësi me pas një kompas, do më thonë që drejton. Këtë përdorim edhe në psikologji shumë shpesh. Ka njerë doke dhe vete që i hup. Nuk din as për para, as për mas. Edhe një kompas me pas, kjo është symbol. Kjo nuk të nimon për një me. Kjo vish drejton. Ose me shku në veri, ose në jok, ose në lindjen përëndim. Po, simbolika është kjo që ka njëherë njeri, edhe kjo është shumë natyrale, shumë normale, që e hup orientimin. Nuk e din, a me vepru, a mos me vepru, a me fol, a mos me fol. Për menimin tem, nëse fokusohet njeri në ato që mundet me ndiku, atëherë ti mundesh me fitu forcën për me zhvillu jetën tonë. E nëse fokusohesh në sene që nuk mundesh me ndryshu, ti veç lodhesh, nuk mundesh me ndryshu. Për që ata e shkon mirë, do më thëmë, më fokusu edhe në herë. Shumë ide mirë, shumë strategji mirë. Kjo është, do më thëmë, kjo përputhet me filozofin tem që nëse donë me pas lidhe me Kosovë, nëse donë me pas, ti shko, shej njerëzit, vizitoj njerëzit, edhe rinë kontakt me njerëzit. A ke qeni humbur, nda njëherë, pasi që the njeri humbës, të humbur, shpesh jemi, sidomos njëtën? Shumë herë. Okej. Shumë herë jam konë last. Diçka konkrete, ose personale? Veç në qose e ndjen, ta thua. Është me thonë, ka qenë një moment për mu që unë pata konkuru në punë në polici federale, për me hypë një pozit ma naltë. Edhe shumë kom bajt shpresa në taj qësoj veprimit. Edhe kom punu për qatë pozit. Kom konkuru, edhe ka ardhë lojme që nuk mojë. S'kam pranu? Nuk më kam pranu. Arsyeja? Po ka thonë jo i kvalifikum. Si ke plotsu kushtet? Si kom plotsu kushtet, jo i kvalifikum. Kjo ka qenë për mu, jam konë lost. Se për një me kom mendu që unë jom i afte, qysh më thonë, pse, a nej, edhe pata hu. Qysh e gjete vetën? Qysh e gjeta vetën, kjo është shumë e letë me thonë, pse se unë jam nalë, jam këthy të në që me tren, se o konë largë atje në veri në Gjermani, jam këthy me tren, kurse kur kom ri këto në Gjermani, këto dhe më thonë të rjerë ku kom banu, unë jam ullë edhe kom mendu. Ke reflektu? Kom reflektu. Edhe kom thonë, mirë, kjo derë shellë. E hajta këshyri derën tjetër. Ku qelë dera, ku ka ra për moja. A dënë ku ka ra për moja që do më thonë ku qelë dhe e derë. Edhe nisna këshyrna edhe besoj që nëse më kishim pranu ato në sot si isha konë kryetar. Pikresht, këto deshta. Këto janë do më thonë krejt janë sene që me rasijat një mon ka pak. Puna e fort është baza e çdo sen, edhe nuk bon me hup orientimin, do më thonë, nuk bon mutut për me hup orientimin, se kjo është gjë normale. Pilotat që janë në qiell, që i shkojnë me avion, ata janë, do më thonë, me instrumente. Ata prej gjamit sen nuk shojnë. Shojnë nëse janë për mi metra, do më thonë, që kanë atë horizontin, po nëse janë novel, nëse janë, për shembull, tash nuk e di që është fjala për volkë, ret. Nëse janë në mes ret, ata nuk shojnë sen, po do të me pas besim që instrumentet, do të me pas besim që kopilot që krejt ata e nimojnë, e unë e kam besim. Kam shumë besim që për çdo sfidës unë moj me ador. Ku ke marrë këtë besim? Arianit e përmenet, nuk e kom di kësa, se me tregu drejt nuk kem interesu shumë për profilin tam, edhe për ata kom dasht, dhe më thonë, jo shumë, me ditë shumë imësi për jetën tonë, sidomos ato private, mirë po, e theti që babi ka ndru jetën moshën 16 vjeçare. Ku e ki gjetë këtë besim tani ti
pasi që për një djalë në pubertet, sidomos me humb babe, nuk është e lehtë. E ki edhe nonën, mirë po lexon shumë apo po çfarë dhe prej përgjigjeve e keni ishe gjanat prej shumë perspektivave të ndryshme. Po se kjo është shumë e thjeshtë për mendimin tim. Në perspektivë tem kjo është shumë e thjeshtë. Baba jam ka ndru jetë, mirë po unë e kam fitu një jetë. Pse se unë i pata thy 2 unazat shpinës. Kom mujtë edhe me jetë në kolicë, po nuk kom jetë. Kom pas fat. Kështu që baba jam ka ndru jetë e unë kom pështu. E kjo më jep energji ton jetën. Se thom ka mujtë me konë edhe ma keq. Edhe kjo e kisha thonë çdo kujt që thot jeta jam është e keqe, jo unë s'kam rrugdalje, jo unë s'kam ki rrugdalje gjithë. Po është shumë kallaj me thonë jo valla s'po bën. Është shumë zor me thonë po bën, edhe me punu për to. Kjo më jep motivacion edhe që lexoj shumë. Shtot mi pa shumë do perspektivet ndryshme, por me pas një perspektiv që orienton. Edhe nëse të hup orientimi, kjo është gjë normale. Tut me gjitha apet. Pikrisht, me reflektu, me marrë kohë për veten. Ti në si lloj psikologu, duhet kesh shumë profesione në një kur E vërtet, po. Kryetar bashkie, e sidomos na kur erdhe këtu nuk ishte që është domethënë një komunë aq e vogël. Jo, është një komunë me shumë përgjegjësi, është një komunë me buxhet për 50 milion euro, është domethënë një nder me kon kryetar. Edhe njerëzit kanë nevojë për një udhëheqës, kanë nevojë dikush me orientu. Një lider. E unë me met këtu si dikush që nuk din ka me jetë, nuk përputhet kjo as pak. Njerëzit në këtë kohë dhe ka nevojë për do menime të thjeshta. Unë mendoj ka njëherë, edhe kjo është shumë keq që edhe shqiptarët për shembull hupin. Pse hupin? Se orientohen në mes partitë konservative, në mes partitë që domethënë janë shumë nacionalista, rasista. Edhe për shembull i kam vrejt edhe të shqiptarë që thonë jo valla na jena kundër refugjat, na jena kundër azylanta. Është krejt në rregull ti me kon kundër azylanta, po me kon krejt kundër azylanta as vetë si shepun këtu. Edhe unë shumë shqiptarë njoh që ma shumë se 3-4 vjet kanë nejt që ja kanë shtu duldum, ja kanë shtu 2-3 javë, edhe hajde apet mas 2-3 javë, tutut mos pikthejnë. I ngjota shqiptarë që i kanë kthy me zor, i ngjota shqiptarë që kanë pështu që i kanë marrë letrat anë kënej, po unë mendoj që njerëzit nëse dikush tjetër, se kjo është smuja e njerëzive për moment, që nëse dikush tjetër i ka punë ma keq se unë vetëm dina mirë. Pikrisht. E kjo është një katastrofë, për shembull. Që është rrit, është një dukuri në rritje sipër. Po kjo është një përmendimin tem një kiamet. Pse se as feja nuk thot që do diku tjetër më marr, por më ti më kon më mirë. Ka mjaft për krejt. As ligji nuk thot. As ligjet e natyrës. Hiç, edhe egoizmi i shnosh thot ti duhesh me vepru sikur ti je në pozitën tjetër. Nëse i bën ligjin, nëse i bën veprimet sikur me kon edhe ti në çat pozitë, atëherë është egoizm i shnosh. S'po thot njeri me lëshu krejt punët asgjë, apo po thot njeri me pas një menim shnosh, e unë për vete nuk muj me kuptu ata njerëz me ata shkurt pams që hinë me nacionalista, sa i nesër thot përkthejnë Syrianin, e mas nesër thot përkthejnë edhe shqiptarët. Unë ju thëmë edhe për shembull prindve shqiptarëve, nëse është puna për shembull me pas vend në qertë, nëse është puna me pas vend në shkollë për fëmijët e vet, thotë po ata sot thonë asylantat jo, nesër thonë ata të hujt, pse më shti? Janë tani të njëjtë në realitet. Ti apet i hujt. Nëse nuk don me kon se i hujt, do të më angazhu për çdo njeri. Pa marrë parasysh nga vjen. Kjo është esenca. Se njerëz jemi. Kjo është esenca. Faleminderit. E përmende më herët nacionalizmin, e kam pa një projekt të ardhshëm, domethënë që po hap një institucion për mjek, përgjithshëm tonë në komunën e juaj, edhe kam pa disa emra shqiptar. A është rasti kjo, apo je edhe ti pak tani nacionalist, pasi që
ishin më shumë shqiptarë se sa të vendeve tjera. Këtu në Marbach, unë jam hinë fushat edhe kam thonë, po du me zhvillu sistemin e shëndetësisë. Edhe në këtë aspekt unë po du me kontribu për bandin tem ku jam kryetar. Edhe unë e di që në Kosovë, për shembull, ka mundësi, ka njerëz, ka mjek që për shembull kanë interes me ardhë. Se për shembull dhe na është aeroporti i Shkupit, është 15 km larg, është Han shkon në Shkup. Prej Shkupit shkon për gjysmë orë në Ferizaj. Kështu që i kom taku 2 mjek në Kosovë, edhe kom vetë, a keni interes me bënë hospitim, me kështu që shkon Dhe më thëmë pjo marrë Kosovës mjek. Pjo marrë, edhe pjo dho në këtë aspekt që bashkëpunim, se Kosova e ka Gjermaninë si partner numër 1 në senet ekonomike, edhe më përshot që është, të më thonë, është një mundësi me punu, po unë s'kam një që nuk ka Kosova mjek, unë kam një që Kosova ka mjek sa dush. Kosova i ka gjitha, i ka mjek, i ka krejt, kjo ke pak veç për nacionalizmin. Unë mendoj që perlen më të madhe që ka shteti jonë Kosova për pas rinisë mrekullueshme që ka diasporën. Edhe këto kisha kalu një pyetje personale. A mendon të ardhmen ose një të ardhme që të angazhohesh në politikë bërjen e shtetit të Kosovës? Po, për mendimin tem, kjo është definitivisht është një mundësi, se politika i ka rrugë të gjata, edhe të pa qarta. Po. Do më thonë, atë aspekt janë mundësit, mirë po, unë aty ku jam du mu angazhu 100%. Ti ki vizion, do më thonë, se ne si shqiptar është shumë e vështirë me boni bisedim pa u kyshën politikë, që ashtë thonë auka e kemi diqysh në gjene? Mirë i përcjellin, natyrisht edhe zgjedhjet e kryetarëve i kom përcjell, ja kom uru për shembull kryetarën e Mitrovicës, Faton Pecit, ja kom uru detyrën e re, jam kon edhe me vizitu për para Arjan Tahirin që jam kon me vizitu Veriun, që ka qenë kryetar Erden Atiq, edhe që Majla Dio që është në shtime, i kena raportet e mira. Shumë mirë. Do më thonë bashkëpunim edhe shkëmbeni dhe më thonë përvoja. Po, për menimin tem kjo është fitim, për 2 orë. Po, e vërtet. Edhe një pyetje, kjo s'ka qenë plan, po ta bëj. A mendon që është drejt që diaspora ka drejt, do më thonë që tash i pa më zgjedhjet e fundit që e ka pas një ndikim shumë të madh në zgjedhjen e qeverisë së re në Kosovë. Çka mendon, është e drejtë kjo, pasi që jemi si diasporë, unë personalisht jam ataku shumë verbalisht edhe me paragjykime se ju nuk keni drejt, ju nuk jetoni këtu. Ti si politikan i ardhshëm ose vetë si politikan, çka mendon? Është kjo nga ona e politikë bërjes, është e drejtë apo jo? Shumë kohë kom thonë vetë që kjo nuk është e drejtë. Pse dikush me votu për një vend ku nuk jeton? Edhe? Po nëse nisëm për asojna, edhe BE-ja, Bashkimi i Evropës, për mendimin tem nuk ka legitimacion. Pse unë me vepru në EU, do më thonë edhe shteteve në Francezin, shteteve të Anglisë, që o dojë për BE-s, po Hungarisë e këtë sene. Po kohë mas kohë që jo merë edhe me politikë, edhe e kom po që do më thonë diaspora e ka ndikimin shumë të madh ndaj Kosovës. Për mendimin tem, me ekonomi, me po tash politikë. Për mendimin tem edhe ndikimi ekonomike përputhet me ndikimin demokrasisë politike. Nëse ki mundësi me dhonë një votë, është mirë. Edhe që besoj që edhe perspektivat ndryshme prej vendeve tjerve janë mirë mi pas për popullsi. Po nësë po folim tash për ma shumë vota që i kanë këta jashtit si ata që jetojnë aty, po na po folim për shembull për një përqindje. Në Hungari e kena pa që e ka rëdzu një diktator edhe diaspora, do me thonë hungares që janë dalë diaspor që janë dalë me votu kundër diktatorin Orbanin që u jep në qëtash fundit. Këtu që unë menoj që diaspora edhe mërgata mundet me pas një ndikim shumë pozitive. Që zhvillohet kjo, na duhet me po
për menimin tem, kur të qesim lapsin, fundit, kjo është e legitim që do me thonë njerëzit që jetojnë jashtë, ama që kanë interes, që janë për Kosovën, që identifikohen si shqiptar, kanë mundësi me pas edhe ndikim politikës. Faleminderit. Minutat po ecjen, edhe pse kisha pas dëshirë t'i bëj edhe shumë pyetje tjera, mirë po ti ma herët më the që kam drejt të vizitoj ma shpesh. Mirë po, nuk se kisha përfundu këtë intervist pa të pyet një mesazh, cili kish qenë një mesazh i yti, i rrugtimit tonë, i përvojës tonë jetësore, profesionale, si shqiptar, mirë po edhe si gjerman, për të rit kosovarës, për të rit shqiptar, për gjeneratën e tretë, mirë po edhe për të rit cilët po vinë tash ose me viza pune, ose për qëllime masteri, ose studimeve të ndryshme, që vinë në Evropë, përkatësisht në Gjermani, me ëndrat mëdhaja, mirë po me mundësi të vogla, edhe kanë dyshimin veten e vet, domethënë janë të thym emocionalisht, psikologjikisht. Çka ju kishe preferu? Çfarë mesazhi kishe pas për të rit? Mesazhi për të rit është që çdo kush fillon prej zeros. Domethënë çdo kush fillon vjen prej dikoj. Prindë mi që janë ardhur me neve në dorë edhe me një kufer në dorë. Shumë do njerëz edhe që domethënë janë në një vend, krejojnë edhe hupin për me njëherë gjithat. Njeriu e ka një send mirë. Çdo ditë mundet me fillu përsëri. Një jetë re, një ditë e re, një jetë e re. Ditë e re, jetë e re. E kjo është që po them unë që njerëzit të ri ju kisha thonë, mos jekni dorë nga menimeve të mira. Se qëto që përvoj që e kom pasune, është nëse bën diçka mirë, 2 herë ka më të këthy mirë. Apo nëse bën diçka keq, 3 herë ka më të këthy keq. E kështu që munoni me konë të mirë, po edhe rini vete gatit, se nuk vjen kërkush me u lehtësu punën. Ata që thojnë, hajde këto, unë t'i bëj krejt, ata janë mashtrues. Do të me pas një vetë besim, edhe do të me pas një qëllim të mirë, edhe rruga shtrohet si asfalti që shtrohet, si mundësi që shtrohen, edhe nëse prishet asfalti e renovojna, shtojnë apet asfalt, e ndreqshëm, si shtëpia që ndreqet, që renovohet, këtu sa në bonë, veç do të me pas një vullnet mirë. Pikërisht. Faleminderit. Kjo është një përmbyllje nga ana jote shumë domethënëse. Unë të falenderoj edhe një herë përzemërsisht, ishte me të vërtet kënaqësi të bisedoj me ty, mirë po përsëris edhe një herë, ishte një kënaqësi shumë e madhe që ne sot, ose mua personalisht, më priti një kryetar, një bürgermeister shqiptar, që para 30 vite kur kom ardhur në Gjermani, kjo me pa thonë dikush, nuk e kisha besu për arsye se kemi qenë në nivel krejt jetën si shqiptar. Kështu që është me vërtet shumë kënaqësi edhe ndihem shumë krenare për ty edhe për secilin shqiptar që arrin, mundohet edhe por në radhë parë këto që ka po e vrejtë ti, që nuk e harron rrënjët, nuk e harron nga vjen, nuk e harron vendin e vet, njerëzit e vet, familjen. Mendoj që tani kjo është vlera më e madhe për mu, për ty, për krejt mërgjimtar që janë në krejt botën. Edhe mos të harrojmë se ne, përpos që jemi shqiptar këto, ti në radhë parë, unë se cili jemi edhe ambasador të vendit tonë, të kulturës tonë, të vlerave tona, cilat kemi me bollak si popull. Arianit, faleminderit edhe një herë përzemërsisht, falenderoj edhe ti uroj gjithat mirat, lartë e ma lartë, si në Kosovë, gjose angazhor dikur në të ardhmen si këto që një ditë jo bürgermeister, po ndoshta edhe minister i Rheinland-Pfalzit. Faleminderit që keni ardhur, është kënaqësi edhe nder për mua, edhe një herë ju them hajde edhe një herë, dhe është nder kënaqësi. Faleminderit shumë që keni ardhur. Faleminderit.